Shiko, pyetja kryesore që bëjnë shumë njerëz kur dëgjojnë vajza të suksesshme që unë intervistoj këtu është ku i gjeti parat? Si po e bën këtë investim? Babi ma ka ofruar një pjesë të shtëpisë mrena në dhomë, një dhomë 2x2, ku në kam ofruar shërbime. Punoj për rreth 9 vite në Gjilan dhe besom që investimet që i kam bo kur as kredi as kam hy, kur. Do të thotë e kam bo me një menaxhim shumë të mirë. Po në atë kohë kam pas edhe babin si partner në biznes, ku ai më ka ndihmu pjesën më të madhe të kohës, edhe pse babi jam nuk ka qenë shumë mirë me shëndet, ka qenë një pjesë bukur të kohës i verbër, sepse ka qenë diabetik dhe ka arrit ashtu i verbër me më përkra. Dhe kur babi ndroi jetë, unë nuk kisha forcë të vazhdoj, sepse gjithë kujtimet i kam pas me të aty. Masi e kom marrë vetën, prej vdekjes babit, unë investova në Prishtinë duke mos e ditë që aty do t'jetë shpërthimi im. Cili është numri maksimal i klientëve që keni trajtuar në një ditë, keni rimodeluar vetullat? Në atë periudhë kemi marrë aq shumë sa që unë fillova dhe ta dëmtoj shëndetin, dikun 50, 60, 70 klient në ditë. Prapë e përfundoj një trajnim tjetër si Combo dhe Fusion Brows, ku momentalisht janë trendet e fundit botërore, ku punoj me makina digjitale. Çfarë bën ju fiks tani me këtë teknik? Combo është teknik që mundesh me bo pak shading dhe pak fije, ndërsa Fusion është full fije që del imitim i fijes natyrale. Kur bëhet riprekje, retouchi mbas sa kohësh? Zakonisht nuk e preferoj, sepse kur mbushet shpesh me ngjyrë, ajo fillon edhe zgjerohet fija dhe mandej unë nuk du që fija të bëhet bashkë dhe të hup naturaliteti i fijes. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.